Kisha Katolike ka përkujtuar 9 vjetorin e lumënimit të 30 martirëve nga Vatikani, një ngjarje historike që u kremtuar në Shkodër në 5 nëntor 2016 në katedralën e Shën Shtifnit. Arkiepeshku i Tiranës Monsinjor Arjan Dodaj i bëri thirrje shqiptarëve që ashtu si martirët të kenë më shumë guxim dhe liri. Një thirrje kishte edhe për të rinj shqiptar që të mos emigrojnë në drejtim të një lirie imagjinare, duke braktisur vendin, por të imitojnë martirët, duke ndjekur shembullin e tyre dhe misionin e vetëm që kishin për fe dhe jemi të thirrur të jemi atë, nan, motër, vlla, për të gjithë, pa dallim feje, me një shembull përvojtërie, thjeshtësie, si shpeshherë pikërisht edhe Shkodra jon i dëshmon mbar Shqipërisë, plot dashuri. Unë mendoj që ka ardhur koha që të guxojmë pak më shumë, të jemi martir feje, në ambientet e jetës sociale, administrative, publike, edukative, e akoma më shumë ato kishtare ku Zoti na thret. Unë mendoj që ka ardhur koha që në vend që të shohim tashmë plagët e të kaluarës, të projektojmë lavdinë e të ardhmes, ku Krishti triumfues dëfton forcën e të rinjallërit. Kështu kanë bërë martirët tanë, Atë Gjon Fausti, Daniel Dajani, Gjon Shlaku, Ndreza Deja, Kasper Suma, e tjerë, Marie Tuci, sepse kështu dëshironin të dëftonin një diçka shumë të sigurt, që vdekja është e sigurt, por jeta në atë që besojnë është akoma më shumë. E Papa Francesku thoshte pikërisht për martirët tanë që dëshmuan lirinë e ungjillit që nuk përkulet përpara pushtetit të botës. Atë liri që me krenari shpallte e lumja Marie Tuci kur tha: jam e lumtur se po vdes e lirë. Sot neve duhet pyesim veten, problemin e lirisë a e kemi jashtë vetit apo me vetin? A jemi të lirë me të vërtet, me dëshmu fen tonë, me shërby Krishtin dhe kishën e tij, apo ndoshta liria jonë është e mytur nga situata që fatkeqësisht për mungesë të dashurisë së Zotit, raportit me të, mungon atëherë dhe në familjet e në jetën tonë të përditshme. Kjo është pra liria që martirët tanë na lanë trashëgimi, liria e shpirtit, liria e dashurisë që fal dhe ringjall. Ky kremtim atëherë nuk është thjesht një kujtim i të kaluarës, është thirrje për të tashmen, për të ardhmen, për të rit tanë, që në kërkim të një lirie imagjinare e shohin të lehtë rrugën për ta braktisur këtë vend. Martirët tanë nuk na kërkojnë vetëm të nderohen, por të imitohen, e kanë dashur vendin tonë, për fe e adhe. Ata na mësojnë se kisha rritet kur është e bashkuar, kur nëpërmjet meshtarëve besimtarëve lulëzon dashuria, mirëkuptimi, shërbimi. Prandaj sot nga kjo katedrale e shenjtë duhet të themi, ne duam të jemi një kishë gjallë e bashkuar dhe misionare. Kishë që shërben me përvojtëri dhe dashuron me guxim. Kishë që nuk ka frikë të bëhet sinodale, e hapur ndaj të gjithëve dhe gjithmonë në dalje për të kërkuar dielën e humbur, sikur se kanë bërë barit tanë që kanë dhënë jetën. Lumënimi i martirëve përkoi dhe me 35 vjetorin e meshës së parë të 4 nëntorit 1990 nga Dom Simon Jubani në Varrezë të Armajt në Shkodër. 30 martirë të Kishës Katolike shqiptare u shpanë të lunga Selia e Shenjtë për shkak të përsekutimit dhe vrasjeve të tyre nga regjimi komunist, si dhe qëndresës që patën ndaj fesë dhe adeut të tyre.